Kalon një të marreme. O marreme e tira? U arrem Gorica. Kur jam 69 vjeç, jam burrë grua. E ka shping tu, pak më lartë nga këtë. Po jemi si fisë të lidhës, të shtanë, praktisht. Shpia ime nuk u prek për fatë se ka fëmijë të iku, konsidoj 3-4 ditë djali që janë me gjithë fëmijët për shprodhër gjoja. Aju t'jellos fare. Qëlloj djali, si lindë se zbarkoj policia, ushtëria, nuk diskutojt këva betë, që të ministri mbrojtës, erën, në të koj që erën, kisha mbaruar, unë them dhe, sa dhe këzotëria që pavërgjë dhe era shumë, njerëzit qenë të traumatizuar fare, nuk po dini qa po benin, ikte burri, zinte ku këshelen grua, ose ikte grua, zinte ku këshelen burri, se thoshin kështu, shtojmë kokën, që vojë zjarë fikse dhe shku vinë, morë qa beshu, shtojmë mirë që zjarë s'kemë, s'kë që benin, ikte plakat, dhe ajri ishe i pa përbalushëm, u detyruam ikëm, e shu dhe djali, se unë i smurë, gruaja më keq nga unë, ta shi mua me djeku vazë materiale, sa taj drejtë se pata materialet e fëmijëve se mere me ndërtive, me shumë dhe i karnikove, ndërtive, me malna i ku dhe i koskat, pate rruga të që kalojnë për shelat, të që po vinja të drunja mi të asaj magazinës, këtë se ua mara ti, unë e pata presha të shalen, do që kemë mirë për hajtë, ku që me ndo se dojnë të fshatë, zjarë, koskat e zjarë, e drejtë që shelike. Edhe gjë gjallë nuk diskutohet. Edhe na erdha se kemi qenë konvikt 3 ditë, pasaj unë ikas me qëto shpit, u hapë si rrugë. Edhe i kam thënë, se erdhë gazetat ati, shqyqyrë, ra ditës se të kësheren natën e u dojmë si pullat. Dhe ishim djekë, papa. Që është me dhim surjeta, pasaj do t'i thoshe diku qëtetit apo këti zotëris, o në këshesh për babaj, thot djali, thot. S'po doja ma, thot, se jeta është me dhim sur. Vesh kësore jetja, ta shi jeta. Eshtë se e tha mirë gëzotëria se erën më këtu në ditë, ore, këtë do makaronë, që do makaronë, këtë s'ka ku t'i zje makaronë, s'ka me qati të razoj, mi se kripe pas ka dhe më, po këtë edhe i makaronit. Ku t'i haj? Me qati haj? Si që ka ndodhë këtu ma me mende dhe në vendet e luftës nuk është dëmë të përkaq. Dhe në vendet e luftës nuk është dëmë të përkaq. Edhe popli shketë zdi qatë bejti. Më keq janë këta që nuk kanë shpifare, me fel, u be, nuk do që ndodhë, tu s'karë njeri t'interesojt. Tu edhe rruga ati, bravo, se që, pa i top rruga ati, po kafe mos pini më gjithë, ta qeveritarët e bashkis, mos temë ta qeverisë, qeverisë në të Shqipin te, po mos pin kafe në ditë. Po bashkia mos pin kafe në ditë, e bërë rruga dhe këtu. Ato rrugën ishte të mera e... Ajo skandal, jo të merë. Po unë erdha me shumë plot se ishte bërë rruga, se bashkë me një kronik, po bashkë kronik televizive që po bëjë rruga. Edhe i tem operatorit hec pa frikë se është rruga e bërë. Kjo fazë përfshin sistemimin edhe shtrimin e rrugës nga ura, që ka qenë faza parë, deri këtu në fshatë. Që është diçka 800 metra nga këtu ku jemi. Projekt përfshin zjerimin e rrugës. Sa kilometra është rruga? Është 4 kilometra, të zjerohet me gjerësi 4 metra. Përfshi vetëm asfalti, plus bankinave. Përfshin përmirësimin e 2-3 kthesave që janë aty poshtë. Trajtimin e ujrave nëpërmjet kanaleve, tombinove. Muret mbajtës poshtë për zjerimin e rrugës, muret këtu në fshat. Shumë mirë. Kur e kemi afat në dorëzimin? 4 muaj është. Po, duke marrë parasysh se jemi sezon e verës, do punojmë shpejt. Do kemi probleme me shirat. Jo, tash jemi në periudhë mirë. Tani kemi kushtet për punu. Stamam për rrugë. Koha për punë, s'kemi koha për pushim, apo kështu e kemi thënë. Ja për gjumë. Ja për gjumë, tha. Se kjo ishte një domosdoshmëri jo për vetëm për fshatin Skënderbekas, por për gjithë të krahin. Ne edhe këtu na më kuajt gjitha gjanë. Unë e kam gritur dhe një radhë me vend tjetër, unë pata të mos i gruan smurë e di shumë mirë këta, se këtu kanë qenë para zjarrit. Këtu po smurë të shtunë dhe djel këtu s'ke mjekësi ka vdekur. S'ka si për mjek? Jo, nuk bëhet fjalë fare. Këtu është, kur thoshe një plak se ka vdekur, këtu ka ngelu lagje zezë, që s'këndon gjë. Po jemi gjithë të popull. Nuk ka rëndësi, thot.
neve na ka dhënë qeveria të shtunë djel pa ta gruan të mori ilaçet mërkur. Po pa me çup tash me ta do vi kjo se këtu ja po vi çupat e një lokal atje. Pin kafe kthejmë filxhan, cila grua do ndahet na burri, cila do martohet, cila do bekshu, lozin domino, do t'i gruash aty, pastaj dhe vesh të informacion, kur vinë na njëre. Pa ta gruan, së vim. Pse mos vini? Jo. Moj zoj, thash po, me lek, thash, nga ky popull nga unë, thash, ato lek me ti do jap ti në Maroshi, thash me. Kam bërë shkollën, po ti shkollën e ke bërë, po të mungon kultura. Jo, çfarë do them unë, të do mjeksi se rrugë këto ti do dem të i thash, çfarë do them unë, faleminderit. Qemë konvikt, qeveria na u interesua ti konvikti, po kishte erdhi jo buk, jo dha ti mjekësia herën tërë ata spital të erdhën, po ne s'kemi këtu, ne na mungojnë këtu. E kuptoj. Po, po di se si do bëhet, nuk e di. Faleminderit.